Ngjarje e rëndë, xhaxha i jep nipit 4 vjeçar biskoda me kanabis. I mituri. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Arezzo të Italisë, ku një fëmijë 4 vjeçar u sëmur rënd dhe humbi ndjenjat pasi konsumoi biskota të përgatitura me kanabis. Biskotat ishin pjekur nga xhaxha i tij, i cili nuk kishte njoftuar askënd për përbërësit. Fëmia u dërgua menjëherë në spital, ku analizat zbuluan nivel të lartë kanabisi si në gjak ashtu edhe në urinë. Nëna e të miturit u tha mjekëve se djali kishte qenë në shtëpinë e gjyshërve dhe kishte ngrënë disa biskota të gjetura në qilar të pjekura disa ditë më parë. Pas njoftimit të mjekëve, policia kreu një kontroll në banesën e xhaxhait, i cili kishte precedent të pastër penal, por ishte njohur për përdorim droge. Në një kasolle pas shtëpisë, oficerët zbuluan një serë profesionale me llampa, ventilator dhe pajisjet për kultivimin e kanabisit, si dhe rreth 600 gram marijuanë të thatë. Në një frigorifer u gjetën edhe 20 biskota me kanabis me peshë totale 500 gram. Burri u arrestua dhe akuzohet për posedim, kultivim dhe prodhim të lëndëve narkotike, si dhe për sulm të pakëndshëm. Të martën, gjatë gjykimit të shkurtuar, gjykata konfirmoi arrestimin dhe seanca u shtyp për një datë tjetër. Sipas Corriere Fiorentino, fëmia tani ndodhet jashtë rrezikut dhe gjendja e tij shëndetësore është përmirësuar